Të ngjatjeta të nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në hapësirën tonë këtu në stacionin Omni 1 në emisionin Pasqyra Shqiptare. Në rubrikën Fjala e Lirë, sot kemi të ftuar zotin Petro Karanja. Për gati 11 vjet ka qenë profesor në Kolegjin George Brown në Toronto, duke dhënë lëndën e menaxhimit të digitalizuar të ndërtimit. Dhe prej tetorit 2022 është profesor në Sheridan College. E ka filluar pothuajse gjithçka nga zero, që kurse u zhvendos familjarisht në Kanada në vitin 2002, është një njeri i përmbushur profesionalisht, por nga ana tjetër ka edhe talentin e shkrimit. Kohët e fundit, portali Flas Shqip në Toronto ka botuar një shkrim të tij ku bën një analizë të hollësishme të situatës ekonomike dhe politike në Kanada. Morëm shkas nga ky shkrim për ta ftuar për një bisedë. Petro, mirë se erdhe në emision. Faleminderit. Është kënaqësi që të kam sot të ftuar, jo vetëm për profilin tënd profesional si profesor në Kolegjin George Brown në Toronto, por edhe si njeri i angazhuar ndër të tjera dhe nëpërmjet shkrimeve në Facebook dhe së fundmi në portalin Flas Shqip. Por më parë, për teleshikuesit tanë, unë do të kërkoja të lutem që të më bëje një përshkrim të shkurtër të rrugtimit tënd profesional këtu në Kanada. Po, unë kam ardhur në Kanada në vitin 2002, edhe si të gjithë emigrantët e rinj, kam bërë një punë si të zakonshme, do thesha, në një pikë karburanti ku ju ithnia benzin makinave. Dhe mbas asaj me një bashkëpatriotin tim, hapëm një kompani që lyenim shtëpi, dhe mbas asaj në vitin 2008 aplikova në George Brown, ke shkolla e teknologjisë të arkitekturës, ku dhe bëra 3 vjet shkollë për arkitekturën. Mbas asaj kalova në një deg tjetër që është menaxhim ndërtimi, dhe mbasi mbarova shkollën, më ofruan një pozicion si instruktor për sa i përket softwareve të ndërtimit, si Revit, AutoCAD. Dhe në 2017 kjo solli që unë të bëhesha profesor me kohë të plot pranë Kolegjit George Brown. Tashi në 2022-shin lëviza dhe shkova ke Sheridan College, ku jap mësim ke shkolla e teknologjisë të arkitekturës në Sheridan. Kuptohet gjatë kësaj periudhe kam bërë edhe shumë fjalime mbi Building Information Modeling, që është një teknologji e ndërtimit mbi godinat, duke ngritur godinat në fillim virtualisht dhe pasaj në terren. Përgëzime për arritjet e tua dhe gjithmonë duke i mbetur besnik temës së sotme, artikullit për cilin do flasim, unë do desha më parë që më bësh një retrospektiv të kohës kur ke ardhur në Kanada, me të mirat dhe me të këqijat që gjetën atë vend. Po, gjëja që më ka bërë përshtypje kur kam mbritur në Kanada ishte që megjithëse Kanada ishte shumë e madhe dhe intimiduese për sa i përket distancave, prapë kishte një lloj qetësie. Problemi kryesor me sa mbaj mend atëre ka qenë se si njerëzit duhet të gjenin veten profesionalisht për të ingranuar dhe, si të thuash, për të para të jetën e tyre dhe duke fokusuar ka ajo qetësia. Domethënë ishte një karakteristike e Kanadas kjo. Ajo është dhe pozitive dhe negative, sepse nga një anë ne vim nga një kulturë që duam të merremi me njerëzit dhe mos shikojmë gjithmonë punën tonë, po në të njëjtën kohë ishte edhe një gjë që, si të thuash, fokusohet ke individi, për që ti duhet fokusohesh ke vetja jote si njeri për të parë se çfarë mund të arrish. Një gjë tjetër prapë që mbaj mend ka qenë se në atë kohë më duket sikur Kanada kishte shumë bollëk, domethënë kishte çfarë do të deshe mund ta arrije, dhe nuk e di, më duket sikur kanë ndryshuar gjërat, ndoshta prandaj kanë filluar kam shkruaj. Çfarë gjërash kanë ndryshuar atëherë? Si të duket Kanadaja sot? Po,
Kanadaja sot më duket se nuk kam atë qetësinë që e karakterizonte. Do me thënë, jeta është bërë shumë me fokusuar jo ke do thesha personi dhe se çfarë ai ofron për shoqërinë, por më shumë është fokusuar ke mbijetesa. Do me thënë që njerëzit duhet gjithmonë të luftojnë se çfarë do arrijnë për sa i përket për të mbijetuar, jo më për të jetuar. Pra ka humbur siguria. Po, mund të themi që ka humbur siguria që ofronte Kanadaja dhe kjo siguri kuptohet ishte edhe ajo qetësia ndoshta që më dukej mua. Petro, artikullin për cilin unë fola në fillim e ke titulluar 10 çështjet kryesore që kanadezët nuk duhet i harrojnë para zgjedhjeve. Përpara se kalojmë te çështjet një nga një, a mund më thuash pse ke titulluar artikullin në një mënyrë të tillë sikur nënkupton një publik që harron shpejt apo që vuan nga sindromi i tifozit? Artikulli u shkruajt sepse unë ndjem që njerëzit me të vërtetë harrojnë shpejt në Kanada. Ose njerëzit kanë qetësinë sepse i kanë paguar shtëpitë, ndoshta kanë arritur çfarë kanë dashur të arrijnë në mënyrë personale dhe nuk ju bëhet vonë se çfarë ndodh në politikë, ose njerëzit janë shumë të fokusuar ke ajo pjesa tjetër e mbijetesës dhe nuk kanë kohë të fokusohen ke këto probleme dhe gjithmonë nisen nga çfarë dëgjojnë nëpër media, që politikani X tha këtë gjë, politikani Y tha këtë gjë tjetër dhe fokusohen vetëm ke këto, kur janë shumë probleme që unë mendoj në këto 10 vitet e fundit kanë ndikuar mbi ekonominë dhe mbi procesin edhe të emigrimit, edhe të sigurisë që më përpara ndjeshte në Kanada. Mirë, atëherë, mund të bësh një kalim të shpejtë të gjitha këtyre 10 çështjeve që ke cekur në artikull, lutem? Po sigurisht. Pika numër 1 ka qenë skandalet etike. Flasim për skandalet që kanë ndodhur shpesh me Partinë Liberale gjatë qeverisjes të këtyre 10 vitet e fundit. Edhe mund të përmend atë të SNC Lavalin. Ata u zunë që kishin dhënë $36 milion rishfete në Libi dhe ligji kanadez i gjykon kompanitë kanadeze njësoj, nuk ka rëndësi se ku ata mund të kenë dhënë rishfet, duke qenë se SNC Lavalin ka qenë ndoshta donator, ndoshta njihen me persona në qeveri, ata e mbyllën çështjen. Dhe problemi është që shumë nga këto probleme, siç është kjo SNC Lavalin, ka qenë We Charity, që ju dha një kontratë prej $500 milion pa tender publik, që është kundra rregullave, dhe pastaj më vonë u vure se We Charity kishte marrë në punë familjen e Trudeau dhe kishte paguar $400,000 për fjalimet që ata kishin mbajtur për këtë organizat. Tani së fundmi ishte në tetor dhe nuk e di, domethënë pse mediat nuk flasin për këtë. Ishte një fond Sustainable Development Technology Canada, një fondacion i pavarur që në vitin 2023 ata kanë dhënë mbi $200 milion për këto green technologies, po auditori i shtetit pas se këto lek ju ishin dhënë kompanive ose njerëzve shumë të afërt të bordit drejtues të këtij fondacioni. Dhe kjo solli edhe ndalimin e parlamentit në tetor dhe që në tetor nuk kemi patur parlament në Kanada. Pika e dytë, po e them unë, është kriza e banesave, ke titulluar Ëndra e humbur. Për çfarë bëhet fjalë? Duke qenë se unë jam në fushën e ndërtimit, është problemi i madh nëse paga jote kundrejt banesës nuk duhet të jetë më shumë se 30%. Për momentin në Kanada është 60 me 70%, që është një shifër shumë e lartë.
për klasën e mesme, do thesha. Domethënë, shumë nga të rinjtë nuk mendoj se mund të kenë shtëpi në qoftë se vazhdojmë me këtë ritëm. Edhe të çmimeve, po edhe të... Ta saktësoj pak, Petro, ti po thua që jo më shumë se 25% e të ardhurave personale duhet shkojnë për koston e banimit, që mund të jetë kredi për shtëpi ose mund të jetë qira. Faktikisht thua që sot në Kanada njerëzit harxojnë rreth 60, më duket sikur the, apo 60% e të ardhurave shkojnë për banimin. Po? Jam i prirur të them që kemi humbur sigurinë dhe qetësinë dhe se njerëzit më nuk po punojnë për të arritur atë qetësinë dhe ato nivelet e arritjes personale se sa shikojnë për të mbijetuar. Si pikë të tretë ke përmendur borxhin kombëtar, thua që ka shkuar në 1.35 trilion dollar, një shifër thua që të bën të dridhesh kur mendon se çdo kanadez, përfshirë këtu dhe fëmijët tanë, do të kenë një borxh individual prej 32.765 dollarësh. Pse të tremb ky borxh i lartë? Po, sepse vërtet ky është një borxh që ndoshta nuk të prek për sa i përket personit, por si shtet ky na prek të gjithëve. Qeveria e Harperit arriti që ta ulte shumë borxhin, ndërsa liberalët, si të thuash, kanë qenë gjithmonë në një trend që vetëm të printojnë lek dhe të apin programe të ndryshme për të ndihmuar njerëzit, por këto programe po japin me lek fiktiv që nuk dalin nga produkti se çfarë Kanadaja prodhon. Dhe kjo ka sjell si rrjedhojë që produkti i brendshëm bruto përkthehet që neve si Kanada prodhojmë ta zem 100%, por kemi borxh 107%. Domethënë kemi më shumë borxh me lekët që po krijojmë se sa produkt ose prodhim që prodhon Kanadaja. Petro, si pikë të katërt ke protestën e kamionisëve dhe shpalljen e emergjencës, e ke epitetuar si një kapitull të errët. Pse? Po, është një kapitull i errët sepse unë mendoj që u cënuan liritë e njerëzve dhe sidomos qeveria mori masën duke ju bllokuar llogaritë bankare shumë njerëzve. Në 2024, në janar të 2024-s, një gjyq federal e nxori se shpallja e gjendjes të emergjencës ishte pa bazë, do me thënë që qeveria nuk duhet ta shpallte atë, dhe ne nuk kemi dëgjuar akoma asnjë koment nga qeveria që as të kërkonte falje që gabuam ose që e nxituar ose asgjë. Dalim prapë ke pika 1 ku ne taksapaguesit paguam mbi gjithë këto shpenzime për gjyqe dhe për ato dhe në fund nuk ka prapë asnjë përgjigje nga qeveria kundrejt qytetarëve. Petro, unë do desha që ti drejtoj teleshikuesit ta lexojnë të plot artikullin në Facebook ose në internet, por përpara se ta mbyllim këtë kapitull, do desha të sqaronim dhe pikën 9. Thua sistemi shëndetësor, një sistem në krizë. Ky është një informacion shumë i rëndësishëm, jo vetëm për ne që jetojmë në Kanada, që mund ta kemi provuar se sa cilësor në thojza është sistemi shëndetësor kanadez, por më shumë për porsa ardhurit ose ata njerëz që duan të shpërngulen rishtazi në Kanada. Pse e quan një sistem në krizë? Na jep disa argumenta, lutem. Për momentin është shumë e vështirë të gjesh doktor familjeje. Nga 18 javë që ishte pritja për të parë një specialist, ka vajtur në mbi 30 javë. Dhe ka vende si Prince Edward Island, që është në Kanadan lindore, që është 77 javë për të parë një specialist. Dhe do t'i vej gjërat në një tjetër perspektiv, pata një problem mjekësor vjet në maj, dhe më thanë që duhet të bënja një rezonancë magnetike, dhe më thanë që duhet ta bënja brenda muajit. Mbas një muaj më merr doktoresha, më tha, e ke bërë rezonancën? Thash, nuk më ka marrë njëri në telefon. Dhe mirë, tha ajo, ja se do bëj unë një telefon. Bën telefon dhe më merr spitali mbas një jave dhe më thotë do të ta lëm për 25 janar 2025.
Do me thënë, si të thuash këto numra, nuk e di sa ndoshta janë pak të zbutura si numra do thesha, se ndoshta janë më keq se sa çfarë raportohet. Edhe diçka tjetër, Petro, ti përmende në artikull krizën e banesave dhe besimin e humbur, por më duket se nuk e cekur një nga faktorët kryesorë që ka çuar në krizën e banesave, pranimi pa kufi i emigrantëve nga gjithë bota. Qofshin ta refugjat, qofshin njerëz me viza pune ose në kategorinë e banorit përhershëm. Vetëm në vitin 2023 Kanadaja ka pranuar 2 milion njerëz. Sa ndikues është ky faktor? Duhet të bëjmë një artikull tjetër ose një intervistë tjetër vetëm për të punë. Në bazë të numrave duhet të kesh rreth 2.2 ose 2.3 fëmijë për familje. Ne në Kanada 20 vitet e fundit kemi patur 1.5 me 2, do me thënë një mesatare prej 1.8 fëmijësh për familje. Dhe kjo sjell një tkurje të popullsisë dhe kjo ndikon në ekonominë e Kanadas. Dhe kjo ka sjellë pse Kanadaja që në vitet 2002 kur kam ardhur unë, ka patur një numër të caktuar emigrantësh që pranonte rreth 250.000 banor, 250.000 aplikantë për vit. Kjo përkon me 1% të popullsisë, ky ka qenë kriteri. Tani ky kriter është shkelur me të dyja këmbët. Nga 250.000 është kaluar te minimumi 1 milion njerëz. Shifra të statistikave kanadeze këto. Ky numër që thua ti ndryshovi në 2021-shin, ajo shkoi nga 250.000 në 400 ose 500.000. Dhe këtu nuk po flas për numrin 2 milion që the ti, që përfshin edhe studentët internacionale edhe kush vjen pa viza, refugjat dhe të tjera. Po flas vetëm për aplikimet, vinë rreth 500.000 me aplikime. Dhe nga këta 500.000 me aplikime, 80% vinë në Ontario. Do të thotë që Ontario duhet të ndërtojë të paktën 200 ose 300.000 banesa në vit që të përballojë këtë fluks emigrantësh. Për momentin, në 2023-shin, Ontario ndërtovi vetëm 86.000 banesa. Duket qartë që është një, nuk e di në qoftë se qeveria nuk e mendovi këtë, apo u tregua shumë naive që të rritim ekonominë pa menduar që duhet kishte një lloj infrastrukture, dhe tash unë mendoj që jemi në një kënandrum, do me thënë që vërtet ne na duhen të ndërtojmë më shumë shtëpi, por nuk sjellim dot njerëzit që të ndërtojnë shtëpi sepse s'kemi ku t'i vëmë. Kështu që jemi bërë një çik si ajo shpreja, kush dole para veza apo pula. Ka njerëz që e shohin dështimin e liberalëve si një dështim ideologjik. Të tjerë e shohin si dështim personal të ish kryeministit Justin Trudeau. Por ka dhe një pakicë, ajo e ashtu quhetëra konspiracionist, që e shohin si pjesë e një plani të elitës parazitare globaliste për të shkatërruar ekonomikisht qytetarin kanadez, për ta grabitur dhe për ta kontrolluar më lehtë. Pra në këtë kuptim nuk është dështimi i Trudeaus, por një sukses i tij në realizimin e këtij plani ogurzi për shkatërimin e Kanadas. Ti vetë ç'mendim mendim ke? Unë do thesha që pika numër 1 do ishte dështimi i ideologjisë liberale, sepse vërtet janë këto organizatat, po mua më duket që këto organizatat si World Forumi Ekonomik Botror janë organizata që shikojnë atë punën e tyre, por nuk mendoj se e vrasin mendjen aq shumë për qytetarin kanadez. Po Klaus Schwab e ka thënë publikisht që neve kemi penetruar në kabinetet e qeverive perëndimore dhe ka përmendur me emër dhe me mbiemër ish kryeministin tonë. Po, është e vërtet, por prap unë mendoj që liberalët, si të thuash, janë munduar të futin disa nga këto teori si pjesë e ideologjisë së tyre. Kështu që nuk do ta konsideronja shumë konspirative që ata ju pëlqen kjo ideologji, po do thesha më shumë është një dështim
po i thellë i kësaj ideologjie që nuk i përshtatet Kanadas si ideologji. Petro, shumë kanadez, përfshirë edhe bashkëdhetarët tanë që jetojnë në Kanada, i kanë vënë të gjitha shpresat të figura kryesore e opozitës të Pierre Poilievre, i cili sipas tyre do të sjellë një ndryshim, domethënë do të qeverisë ndryshe. Megjithatë, le ta shikojmë pak dhe profilin e tij, duke qenë se edhe ai ka disa qasje globaliste, dhe unë do të numëroja disa, për shembull faktin që ai asnjëherë nuk është shprehur për ndalimin e imigrimit masiv, asnjëherë nuk ka thënë që do ta nxjerrë Kanadan nga traktati i klimës së Parisit, i cili kondicionon pastaj një qeverisje shumë të ashpër ndaj qytetarit, me kufizime, me taksa karboni të fshehta dhe të hapura. Nuk është deklaruar asnjëherë për ndërprerjen e ndihmave ndaj Ukrainës, pra ai është në një farë mënyrë mban të njëjtin qëndrim që lufta në Ukrainë duhet vazhdojë. Ai është shprehur gjithashtu pro gender affirming care, pra edhe kjo është një pikë që normalisht duhet ta ndante atë si konservator nga liberalet, dhe së fundi është shprehur që kundër tarifave amerikane Kanadaja duhet përgjigjet dhëm për dhëm, duke harruar kështu ose duke anashkaluar kështu interesat e qytetarit kanadez, të cilit do t'i rritet kosto e jetesës. Mos vallë kemi të bëjmë me një alternativë të djathtë vetëm në dukje? Nuk është vetëm në dukje, ajo është një alternativë, edhe nuk është një alternativë liberalëve, por është një linjë që po ndjek Partia Konservatore që nga viti 2015 që nuk do të identifikohet si konservatore e djathtë, po më shumë si konservatore e qendrës, dhe e vetmja do thesha pikë që ata mundohen të dalin më konservator, duke pasur parasysh që të gjitha këto që the ti ata nuk janë prononcuar ose si të thuash heshtura zi kanë pranuar, është vetëm ana ekonomike, kështu që për momentin më duket që ata janë alternativë ndryshe vetëm në ana ekonomike, por në të gjitha këto të tjerat nuk kemi patur ndonjë fjalim ose ndonjë shpjegim se çfarë pozicioni do mbajnë ata kur të fitojnë. Edhe një pyetje të fundit kam lidhur me deklaratat e forta të presidentit amerikan Trump për ta kthyer Kanadan në shtetin e 51 amerikan. Cili është komenti yt? Trump ka të drejtë për sa i përket punës së drogës. Ishte një klip i shkurtër që kishte dalë nga një komitet në Ottawa që po merrte në pyetje RCMP-n ose Policinë Federale, dhe ata thanë që janë rreth 4.000 individe të njohur që shpihen fentanil, që është droga që Trump ankohet në Amerikë. Kështu që ka një farë baze mbi ato që thot Trumpi. Tashi sa e drejtë është janë tarifat, nuk e di se çfarë ka në mendje Trumpi dhe çfarë do të arrijë duke vënë këto tarifat, duke ditur që tarifat sollën depresionin e madh në Amerikë, nëse vëm mbrapa në kohë, në 1928 ose 26, nuk e mbaj mend vitin. 29. Në 29-ën, Amerika vuri tarifat dhe ajo solli dhe depresionin e madh në Amerikë. Petro, unë të falenderoj për kohën dhe për bisedën interesante, të uroj suksese dhe mbarësi. Faleminderit e lirë.